Po vazhdojnë takimet brenda koalicionit Vlen për të diskutuar rreth shkrirjes në një parti, por ende nuk ka një vendim final. Kreu I lëvizjes Besa, Bylal Kasami, tha se është proces kompleks, por shtoi se ata po takohen 1 deri në 2 herë në javë për t'i dhënë fund kësaj ideje. Është një proces kompleks në cilin e po bisedojmë gati se më kisha thënë spaku 1 herë 2 herë në javë. Këtë javë kishim takimin e fundit dhe për edhe brenda javës, më thonë deri në fund të javës është parapar takimi I radhës. Bisedohet edhe për çështjen e leadershipit, por edhe për çështjen e strukturimit të Vlenit deri në, domethënë, komplet si një strukturë politike. Bëhet fjalë për spaku 4 subjekte politike, plus edhe vetëvendosja si pjesë e Vlenit, që po ashtu bëhet fjalë për një koncept politik që duhet inkorporuar brenda Vlenit. Së fundmi kemi pjesë të Vlenit edhe lëvizjen Arbëria, pra ne duam që gjithë këto të inkorporohen në idenë e Vlenit, për më shumë që duam që kjo të jetë edhe një mundësi e hapur edhe për individ të tjerë apo faktorë të tjerë të rëndësishëm që edhe ato ta shohin pjesën brenda Vlenit. Tashmë pjesë e Vlen është edhe lëvizja Arbëria. Orhan Ibrahimi nga ky subjekt në Klik Plus tha se për këtë ide nevojitet kohë dhe se gradualisht do të arrihet qëllimi. S'po bëhet Vleni një as një gale. Vleni a një. Ky Vlen e ka mujtë edhe zgjedhje parlamentare edhe zgjedhje lokale. Është një. Po, megjithatë, është një, Arta. Vlen vetë ka nxjerrë idenë e shkrirjes. Nuk është se dikush ja ka imponuar. Vlen doli dhe tha se ne do shkrihemi dhe do bëhemi një parti. Është, prapë them, është vetë deklarimi ynë, po që nuk është nesër. Gradualisht është me rëndësi për mbajtje. Gjithçka ka ngecur te zgjedhja e liderit, pasi janë 4 kryetar partish brenda koalicionit, përfliten disa opsione, si rotacion 1 vjeçar të kryetarit, opsioni me bashkryetar, por edhe opsione tjera. Brenda Vlen tashmë janë 6 subjekte: Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Alanca për Shqiptarët e Fetajit, Vetëvendosje dhe Arbëria.